Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Të gjithë po flasim për Ferma VIP edhe në panelin e sotëm do të flasim për Ferma VIP. Nesër në mbrëmje do të jetë spektakli i radhës, ka ndodhur ngjarje të bazakonta e ne pikërisht do t'i japim këtë hapësirë sot për të folur se çfarë pritet të ndodhë nesër në Ferma VIP. Kam kënaqësinë të mirëpres në panel Dasara Karaiskaj, gazetare. Dasara, mirë se vjen në Living Day. Faleminderit zemër. Për herë të parë gjatë këtij edicioni komentojmë bashkë Ferma VIP. Po, vërtet. Çfarë pritet të ndodhë nesër në Ferma VIP? Me një fjalë sipas teje. Po mirë bëre që ule. Po më shumë se ç'ka ndodhur në prajmin e fundit, mendoj që s'ka për të ndodhur. E kuptova. Mirë pres gjithashtu Rigers Rusi si përmarrës, i cili së fundmi ishte edhe brenda Ferma VIP, të na tregoj pak për atmosferën midis atyre fermerëve. Rigers. Mirë se vjen. Ferma si ishte ferma? Ishte pastër. E pastër? Ishte pastër, dhe banorët ishin pastër. Ashtu? Besoj se për ty fituesi është ai që e mban fermën më pastër, ambientin më pastër. Janë dy. Po që Ne thuaj gjatë rrugës. Na bashkohet gjithashtu Artemisa Kusi, ish fermere në edicionin e parë. Përshëndetje, mirë se vjen. Duke shumë bukur, nuk e dal nga atmosfera e fermës, shumë komplimenta për dukjen edhe për lukun. Si po është këtë edicion të Ferma VIP? Mirë, ka qenë vërtet fani si fillim, pastaj ka qenë shumë entertainment. Nuk e di, më ka tërhequr shumë ky sezon. Pavarësisht se sezoni më i mirë unë mendoj se mbetet i pari, po. Po patjetër, ke një arsye shumë fortë që e thua këtë, emocionale. Jon të mbash marrëdhënie shumë të mira me disa prej fermerëve të edicionit të parë. Na bashkohet gjithashtu Ergys Bamçi, moderator në Radio Wave. Përshëndetje, mirë se vjen sërish në Living Day. Mirë se gjej. Kënaqësi. Këtë herë do të kemi shumë për të folur, ashtu si edhe një javë më parë, por dinamikat e kësaj jave të këtyre ditëve kanë qenë vërtet shumë të forta, nuk kanë lënë askënd indiferent. Dasara, të lutem, të bësh pak më tepër vend për të ftuarit e tjerë, sepse na bashkohet gjithashtu Roberta Zanignoni, është mikesha e Henrit, ai që sapo ka hyrë dhe në Ferma VIP. Përshëndetje, mirë se vjen. Shumë elegante, faleminderit shumë. Henrin, si po e sheh, nisi të përshtatet ndo pak, apo do doj pak më tepër kohë që ta gjej veten, se është e vështirë kur dinamikat janë krijuar, simpatit gjithashtu. Normale, po besoj që ka filluar shumë mirë, me këmbë të mbar. Me këmbë të mbar. Ju keni bashkëpunuar, si njehesh me të? Po kemi bashkëpunuar për pjesa se ai ka një lokale dhe njoh gjitha familja, ka dy vlezër edhe njoh edhe mami dhe babi, se Durrësi është vogël. Po i vogël. Shqipëria është e vogël. Një person shumë e mirë, ka një familje mrekullueshëm. Edhe ti e mbështet atë, mendon që do të ketë një rrugtim të gjatë, Henri? Që po, se është shumë i mirë, i pastër, i sjellshme, dhe kjo ka shumë përbër, besojmë, brenda një platformë. Mjafton kaq për të kapur finalen e një reality show? Po, për ecur përpara, po. Se pa gentilet s'ku do shkosh. Në këmbështrimin e mikeshës së ti patjetër që është kështu. Mirë, jemi gati për të diskutuar për atë që ka qenë edhe tema e bisedës në çdo tavolinë, komunikim të të gjitha niveleve. Por përpara se të hyjmë në bisedë, dëshojmë edhe një herë të shkëputur këtë fragment të komunikimit të Olës me moderatoren Arbana Osmani. Goca. Po dëgjojmë. Po, si ishte tolerueshme, po, është fjalë e bukur. Ja u themi njerëzve me shoqëri. Ola jo. Është Fabiola Eleza. Dhe mi mu nuk shkel kush, as fizikisht, as metaforikisht. Ola, po, unë nuk mërzitem se më thua ti ashtu, me thënë drejtën. E di pse nuk mërzitem? Se je profesionale. Jo, s'ka lidhje me profesionale. Se e kuptoj lëndimin tënd dhe e kuptoj që flet nga lëndimi. Nuk e kam lëndimin nga Adi. Nuk e kam nga Dalja Adi, e kam nga trajtimi i situatës. E ke nga lëndimi, e ke nga zemërimi, dhe duke e ditur... S'ka thona i gjatë, s'keni pa gjë akoma. Si e pat dhe si u zhvillua kjo situatë? Po, unë do doja ta nisja nga fakti që Ola është 23 vjeç. Në përgjithësi kur gjykoj, nisem nga vetja kur i bëj gjykimet, edhe nuk di ta bëj nuk para gjykoj kur, po kur gjykoj, vendosem në pozitat e tjetër dhe them çfarë do kisha bërë unë në vendin e Olës. Kam qenë 23, kam qenë
natyrë shumë ekspresive. Jam akoma, imagjinoni pak se sa kam qenë në moshën 23 vjeçare, por me gjitha të, o ka ndryshuar koha, o ka ndryshuar brezat, o po legjitimohet çdo gjë, dhe nuk e di se nga vjen kjo, po në mënyrë të veçantë mendoj që ky legjitimimi i rrugaçërisë po ndodh në Shqipëri më shumë se në çdo vend tjetër të botës. Po në çdo rast, kur kam qenë unë 23, 20 e ca vite përpara, kishim respekt për atë që ishte prezantues, për atë që ishte intelektual, për atë që e llogarisni me kokën tonë prej 23 vjeçari sa është Ola, që ka më shumë mend se ne, sepse ka më shumë moshë se ne, dhe përjedhoi dhe më shumë eksperiencë se ne. Kështu që pavarësisht se nuk dua të bëhem pjesë e gjithë asaj histerisë publike që e kanë denigruar Olën edhe kam dëshirë të flas me pak më shumë këmbë në tokë, mendoj që të mos nisemi që të bëjmë dhe ne më keq se ajo dhe ta denigrojmë advajzen, por të shpjegojmë kësaj shoqërie që nuk është mirë kështu dhe këtë e thash shumë me fjalë të thjeshta, po do me thënë, unë e kuptoj që është shumë e vogël Ola për të kuptuar që një term i tillë mund të përdoret në një konotacion X dhe i lejohet mozës për moshën dhe momentin kur e përdor sepse di ta përdori, aq më tepër që është mjeshtre e fjalës. Ajo që nuk më pëlqeu më shumë tek Ola, se sa fjala që tha ose ekspresiviteti nga lëndimi, se po, unë mendoj që Arbana ka të drejtë, është fiks ekspresiviteti i një vajze 23 vjeç plot me energji dhe më shumë se sa ajo ishte qëndrimi, ishte gjuha e trupit. Gjuha e trupit ka lërë një shije, besoj, edhe më të shëmtuar se ajo që kemi parë, domethënë, me ato që kanë nxjerrë nga goja. Gjuha e trupit ishte skandaloze, ajo më ka bërë shumë përshtypje. Qëllimi ju në asnjë moment nuk është të denigrojmë askënd, asnjë nga fermerët, përveç se të përpiqemi të kuptojmë. Si e ke parë këtë situatë? Po, Më pëlqeu shumë këndvështrimi që dha Desara. Unë di them që këtu ke ne, ka diçka që fjalët e pista nuk mund t'i thot dot çdo kush. Edhe në rrjetën tonë përditshme ka shumë miq që përdorin me lezet në i batut, që është deri diku pak ne i themi fjalët e pista. Po, ti përdorësh në formën që i përdori Ola, është mbien keq që po e mban tani do mbaj përsipër këtë peshën e kësaj fjale për shkak të gjuhës trupit që përdori. Ajo gjuha trupit ishte gati në nënvizim i një momenti nervozizmi dhe prandaj ke gjithë ne në publik, ke gjithë njerëzit, kjo fjalë shpërtheu, domethënë shpërtheu nga body language. Nëse do kishte përdorur qoftë edhe një, e morët seriozisht, po themi ne, e zëm, se normalisht nga nxitimi njeriu thot disa fjalë pa i menduar mirë. Duke parë dhe atencionin që mund të jetë në një reality show, momente pak doli një nga njerëzit që ajo kishte për zemër. Pra, duhen marrë gjithë rrethanat, po e përdoru ashtu, duk sikur ishte një lloj, nuk diti si ta shpreh nervozizmin, ndoshta mungesa eksperiencave, ndoshta, por që se fjalë pista themi të gjithë. Ajo nuk ishte një fjalë, po ta themi tani, fjalën UÇK-n e famshme, ti shtojmë edhe kënë përpara, ka gjithmonë mënyra për ta thënë një... Vendi, nuk ka ndodhur në asnjë vend. Ja, Italia, për shembull, është një vend që fjalët e pista i thot duke ngrënë drek, domethënë, në një tavolinë familjare. Por nuk ka ndodhur kjo në historinë e televizionit italian, ku ndrit një prezantuesi në mënyrë të drejtë për drejtë. Prandaj që ftohet sa ishte. Vendi dhe kuvendi, domethënë, kjo është... Unë e kuptoj logjikën e Olës, edhe e kuptoj mënyrën se si ajo e mendoi në momentin që e tha atë gjën, e mendoi për shembull përderisa e normalizuan si fjalë tek pjesa e mozës, pse mos ta përdori dhe ajo. Por nuk jam dakord për dy gjëra. Një ishte konteksti i gabuar, gjë që ishte, siç e tha Desara pak, u tha me një arrogancë, me një lloj gjuhë trupi shumë ndryshe, ndërsa moza, okej, prap unë nuk dua ta normalizoj as te moza si fjalë, por përsëri ja kuptoj se ishte në atë mënyrë lozonjare e tjera. Por gjithsesi unë prap nuk mendoj se Fabiola bëri mirë për vetë faktin që ju drejtua Arbanës. Domethënë Arbana gjatë kohës mendoj unë si e kam parë unë si publik është sjell shumë mirë me personazhet e të brenda dhe në asnjë moment nuk ka merituar atë fjalë.
Dhe mendoj se di, Më tepër që Arbana nuk është fermere. Më do ta thoja vetë, niku nga mendja. Kështu që ata mund të kenë një komunikim të caktuar me njëri tjetrin, sepse kanë zgjedhur të bëjnë një lojë që mund të jetë një lojë agresive, që mund të dalin nga vetja e kështu me radhë, ndërsa Arbana nuk pjesë e lojës. Meqense në një moment ju referuam televizionit italian dhe ne i referohemi vazhdimisht televizioneve italiane. Nuk do ishte një fjala që nuk përdoret tash për shaka, jo nga Moza ose nga Ola, nga znik tek ne, sa më shumë një vajzër kundër një vajza. Unë nuk e përdor as me shoqet e mia me shaka ato fjale, edhe për mendimin tim. Drejtën me shoqet e mia me shaka dhe e përdor që i luaj fen, por unë jam më afër moshës Mozës se sa moshës Fabiolës. Mendoj që ky është problemi dhe prandaj ferma këtë vit ka marrë me të vërtet një frym ndjekshmërie tjetër, më kupton, nga edicionet e kaluara. Sepse Moza nuk është thjesht Moza aty brenda, është një personazh me peshë, që i peshon mendja, i peshon ajo nuk e ka problem të zbresi dhe tek një vajzë 20 vjeçare dhe ta përdori atë termin me shaka, po të di ku ta përdori. Ndërsa ata të tjerët që janë aty përballë Mozës e kanë shumë të vështirë të shkojnë tek Moza. Edhe ky është problemi, por dhe e bukura e këtij sezoni të fermës që ka marrë një hov kaq të madhe dhe një ndjekshmëri kaq të madhe. Sepse një personazh si Moza Ahmeti, që unë e mbaj mend që në vitet 2000 kur kam qenë unë 20 vjeç sa Fabiola, edhe unë kisha rezervat e mia për Mozën, sepse isha shumë e vogël përpara një figure aq të madhe sa ajo për ta kuptuar. Ndërkohë kisha një mikrofon atë të Vision Plusit pikërisht, edhe duhet ta intervistoja, kam qenë gazetare kulture këtu. Edhe ishte shumë e vështirë. Domethënë vishesha me një përgjegjësi shumë të madhe. Aty brenda, nga që ndryshon konotacioni, ka ndryshuar edhe brezi tani. Edhe është një brez tjetër që nuk ka respekt për njerëzit që kanë një peshë, një kulturë, një formim, më shumë akoma bëhen nervoz dhe nxjerrin në pa atë vogëlsinë e tyre, dhe vogëlsi nuk e kanë për moshën në këtë rast, e kanë për formimin, po 20 vjeç nuk mund të kesh formimin e Moza Ahmetit që me moshën që ka, plus faktit se sa e formuar është intelektualisht, mund mbrishke ajo, e kupton, është shekot. Në televizor, më shumë përdore fjala pisa më mirë. Ne përgjithësi flasun, për mendimin tim. Patjetër. Prandaj do jesh në televizor, do kesh pak kujdes, se prap ti ke marrë një përgjithësi që shkon në një televizor. Edhe kjo, mosha 23, 50, 40 si unë, 60, nuk ka lidhje. Mendoj unë, kjo është edukata dhe kultura, është different. Dashara tha në një moment që ne e njohim dhe ne na frymëzon. Është e vërtet që ne që e njohim i Moza Ahmetin na frymëzon. Ata që janë më të rinj dhe nuk e njohin i Moza Ahmetin, ndoshta nuk i frymëzon, pse nuk i afrohen ata. Nuk është nuk janë vetëm të rinj, se aty është Romiri vendosur kundër, se Ilirin për shembull nuk po e llogaris fare. Iliri ka eksperiencë nga reality show-t, edhe nuk vjen nga një si Romiri ose si Visi, që dhe ai ka një lloj eksperience të izolimit, por nuk ka bërë ndonjë gjë të madhe. Visi Shkret në fakt i ka qelluar të dyja herët me personazhe shumë të forta, nuk e di çfarë pas ka pasur, por unë nuk ja fal sidomos emrave si Visi dhe si Romiri të vendosurit kundër. Pash një rast, për shembull, kur ishin vetëm burra të mbledhur në tavolinë dhe Bobo erdhi, do bëjmë kështu tani, mu duken si gra, e kupton që merreshin me llafe. Edhe se shumë shëmtuar. Unë nuk e di sepse nuk jam aty brenda dhe nuk e kuptoj se çfarë energjie përcjell ajo kur je aty brenda. Edhe kjo. Jam e sigurt që është ndjesi tjetër, po e. Atë po diskutojmë më parë, ishte domethënë e frikshme ndjesia se si të shikonte, mënyrën si të vëzhgonte, lëvizjet që bëje, edhe të shikonte me mënyrën e sy që të merrte në ai gjë që domethënë si duket, si bënde, duket mirë jashtë gjëra të tilla. Moza përpiqej që të lexonte përmes syve të tu, si një person që po hyn nga jashtë brenda fermës. Domethënë qasjen e ka një çik që të vënë vështirësi. Është fiks. Edhe mbaj mend që kur unë futa, i them që Moza ku është? Edhe pse më kërkon? Të duhem edhe unë t'jem aty? Sa ngjan nga syt ti me këra fjala, mos e ke gjë ti aty. Edhe syt si Moza, pse më kërkon Moza? Po, unë doja të ishte Moza, nuk doja të ishin gjithë, se për fund fare, oke, du të ishin gjithë atë që të prezantoja. Je banor i ri? Jo. Je konkurrent i ri? Jo. Atëherë çfarë je? Pse më kërkon? Pse do të jem afër teje?
Dhe më thënë ishte gjithkohë shumë dhe ajo është që me vujtë shumë siklet. Dhe shikoj edhe banorët. Pa ke rasthuar vetën ti, ke thënë ku është moza. Po dhe ti qdeshe, ti e pas ke kruajtur vetë. Po që ishte shumë intelektuale, realisht, u afru shumë me mua afër, e pa që unë isha për gjë tjetër, mënyrën si më fliste me pas, mënyrën si më përqafoj dhe me puthe dhe më ladhe një puskuq. U bë xheloze gruaja. E mbajte një javë ti atë puskuqin. Në fakt e postova. E shikon? Po që ishin shumë të komikushëm. Për sa i përket punë në Olës, kthehen pak, okej, për mua është e patolerueshme, por mos harrojmë diçka që është edhe brezëri, unë kam vetë fëmijë, shoh edhe vajza ime e madhe, që e kanë këtë lloj të nxitojnë. Dhe po të shohim, ajo është përnduar për atë që ka thënë, del gjithkohës në video dhe flet që është nxituar me fjalën që ka thënë, se ka kuptuar mrapa, po nuk i dha rëndësi peshës Si lojra, dhe më dhe e mori si loj, tha, okej, po e them edhe unë si do duket jashtë. Jo, si loj nuk e mori se ishte shumë e nevrikosur. Ishte, po nuk e mendova ka gjatë sa madhe do bëhet jashtë. Jo, po e mendova se ka dalë, ka thënë, jo, po unë e mendova se jo, ajo që ka folat natë është Ola në një moment nervash, tani ne duhet ta pranojmë këtë. Diti që unë futa ishte të fakiri dhe unë futa dy brenda dhe ishte shumë e stjelshme, komikushme, u afru shumë, mu më tregonte gjithë gjën, madje ka qenë e natë që tregonte si punë hije gjinda në shtëpi, edhe i thash je vetëm apo jemi njerëz tjerë, edhe ishte shumë e komikushme, pra mu më dhanë atë përshtymi që të gjithë afrohen për mozën, dhe më thënë gjithë janë rreth asaj. Por të gjithë janë pozicionuar kundër mozës. Ky ishte njëri nga gjestet apo qëndrimet që mbajti Ola, qëndrimi tjetër i dënueshëm gjithashtu është ai që me kanaçe i drejtohet, i hedh kanaçen bujakës. Dhe për këtë është më shumë e penduar, për të cilën del dhe flet vazhdimisht. Ne kemi shkëputur një moment, e shohim bashk për ta kujtuar edhe për publikun. Për një moment desha me provu si është me qenë i degradu. Se mas e shijojnë, që është njëri që është tjetër. Nuk e shijova, me thonë të drejten nuk e shijova. Njerëzit që e shijojnë, me thonë tjetërit atë lloj fjale, që unë ju drejtova mërëm, jo, absolutisht, se nuk du të them se është absolutisht jo Arbanës. Po e u ditë se për çaj thashun, sepse mu justifiku. Ma atë që janë fjalë që përdoren me smiq, nërko që unë këtu s'kam miq as shok. Se nuk e lëkurën asaj. As mos e paqa. Edhe për një moment i mërëm ke vesh lëkurën asaj. Edhe nuk e shjeva hiq. Me dash me bo një paragon. Edhe nuk e shjeva hiq. Dhe ishte e tmerrshme. Dhe mira jonë qa lëkurë që nga. Se mu nuk ma ba shpirti. Unë e vuj atë gjën. Ajo nuk e vun dhe shjeva, ishte e tmerrshme. A ishte kjo një moment pendese, një moment justifikimi? Justifikimi, pendese, e ka menduar mrapa pra. E ka menduar dhe ka reflektuar. Shkojmë një hapësirë publicitare dhe e vijojmë bisedën sërish.